Politikani shqiptar në Maltëzi, Dritan Abazović, dikur edhe në krye të ekzekutivit malazez, jo rallëherë është parë e përfshirë në shoqëri me figura publike serbe, me pikpamje dhe opinione as pak të favorshme ndaj shqiptarëve dhe Kosovës në veçanti. Abazović këtë herë është krenuar në rrjetet sociale që ka takuar tenistin e famshëm serb Novak Djokovic, të cilin e vlerësoi më të mirin e të gjitha kohërave në një postim mjaft lajkatar. Abazović ishte nismëtari dhe nënshkruesi i marrëveshjes themeltare mes shtetit të Malit të Zi dhe kishës ortodokse serbe, që i jepte asaj primatin religjioz dhe privilegje në shtetin fqinj. Sovranistët malazeze kanë kritikuar atë për këtë ujdim me kishën serbe. Në disa raste Abazović ishte e parë në shoqëri të grupeve çetnike serbe që këndonin çetnike me përmbajtje fashiste e që denigronin si Malin e Zi ashtu dhe Kosovën. Vëllai Abazović në Beograd kishte një klinikë private me partneritet me bashkëshorten asaj kohe, kryeministren serbe Ana Brnabić, që ishte përfolur gjithashtu.